ta adhurosh Allahun sikur se e sheh. Wa in lam takun tarahu, edhe pse ti nuk e sheh atë, fa innahu yarak. Të jesh i bindur se ai ty të sheh. Do thotë kjo është bamirësi. Për atë, ai që i friket kështu Allahut, ai që ka këtë bindje ndaj Allahut xhaleshanu, ai nuk ka gjasa që t'i lën pas shpinë urdhrat e Allahut xhaleshanu. Ai nuk ka gjasa të shkel mbi urdhrat e Allahut xhaleshanu. Për këtë Allahu xhaleshanu thotë këtyre njerëzve, ky njeri që beson kështu, se Allahu e sheh, edhe pse ky nuk e sheh, ama e di se Allahu e sheh, pra të adhuron Allahun sikur se me pa përpara. Pse di se Allahu e sheh këtë, nuk ka më rëndësi se ne si njerëz nuk e shohim Allahun. I shohim shenjat e Allahut xhaleshanuhu, krijesat e Allahut xhaleshanu. Pra ky normalisht do të bëj vepra të mira, edhe Allahu xhaleshanu thotë wasanazidul muhsinin, thotë bamirësve, njerëzve që në këtë mënyrë adhurojnë Allahun me këtë bindje, ne u ashtojmë atyre edhe më tepër shpërblimet. Allahu xhaleshanu kështu i shpërblen njerëzit e mirë, ndërkaq thotë fa anzalna ala alladhina zalamu rijsan min as-sama. Po ata që i kundërshtojnë urdhat e Allahut, që i ndryshojnë fjalët e Allahut, që mundohen të gjejnë rrugë dalje, të ikin prej urdhrave të Allahut, që nuk u shkojnë përshtati fjalët e Zotit, ata çka? Atyre u zbresën prej qiellit, çka? Rijsan min as-sama, dënim prej qiellit. Kështu që Ibn Abbasi, Katade dhe disa tjerë thonë se ky dënim ka qenë se Allahu xhaleshanu brenda një dite, domethënë një afati shumë të shkurtër kohor, me 10.000 njerëz prej atyre kanë vdekur. Një komentator tjetër i Kur'anit thot, Allahu xhaleshanuhu si dënim, pra çka është ky dënimi? Si dënim në këtë botë flitet, u açoj kolerën, me smundje pra, u açoj kolerën dënim dhe brenda ditës, pra prej lindjes së diellit deri në perëndim të diellit, mbi 20.000 vet prej atyre vdiqën si dënim nga Allahu xhaleshanuhu, që nuk e quan në vend urdhin Allahu xhaleshanu. Pra, mesazhi i ajetit kuranor është kjo. Fjalët e Allahut i marrëm serioze, ti çojmë në vend urdhat e Allahut, se ai që bën mëkate pra qortohet nga Allahu. Dhe Allahu atë e dënon, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ndërkaq ai që i çon në vend urdhat e Allahut xhaleshanu, atij Allahu ja fal mëkatet, dhe tjetra është se Allahu ja shton shpërblimet. Dhe ne nuk guxojmë që të luajmë me fjalët e Allahut, që të tallemi si këta me fjalët e Allahut, si janë fjalë të krijuesit tan, për atë pra, nëse dëshirojmë faljen e Allahut, shpërblimin e Allahut, duhet që të punojmë ndryshe nga këta. Këta nuk e kanë marrë parasysh urdhin e Allahut, ne duhet ta marrim parasysh. Këta e kanë gjuajtur pas shpinën, ne duhet ta kemi para vetë çdo herë. Këta nuk e kanë dëgjuar, ne duhet ta zbatojmë në përpikshmëri në jetën tonë. Vëllezër dhe motra, për të folë për këto dy ajete kuranore, me të vërtet ka edhe shumë, po ne në fund themi Allahu alem bi muradi. Allahu e di më së miri se çka ka dashur të thotë dhe cili është kuptimi i vërtet i tyre. Falenderoj Allahun xhaleshanu që na mundsoi që të realizojmë këtë emision e këtë ligjërat. Ju falenderoj juve që na ndoqët dhe me shpresë inshallah që të shihemi përsëri në ligjëratat dhe emisionet tona të ardhshme. Unë bashkim Aliu ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.